Tregime nga libri Fuqia e Këshillës. Guximi për të thënë të vërtetën. Në një eshtra nuk i shkoi një besimtari. Jasiri kishte pritur gjithë ditën për të luajtur me shokët e tij. Kur dielli filloi të ulej, ai mori topin dhe shkoi në lagje. Por, për çudi, asnjëri prej shokëve të tij nuk mundi të dilte. Zemra i rëndua për një çast, por vendosi të mos dorëzohej. Do të luaj vetë, tha me zë të ulët dhe filloi t'ia hidhte topin murit. Topi u kthente mbrapsht me zhurmë dhe për pak çaste ai harroi vetminë. Por nuk vënoi shumë dhe një lëvizje e gabuar bëri që topi të fluturonte drejt e mbi derën prej xhami. Një zhurmë e fortë u shtoi në ajër, andaj copat e xhamit u përhapën përreth. Zemra ju ngrit në fyt. "O, çfarë bëra?" tha me zë të dridhur. U përkul për të parë copat e xhamit që kishin rënë brenda derës. "Çfarë të bëj tani?" mendonte ai, duke shtrënguar topin fort në duar. "Më mirë të largohem dhe të mendoj më vonë", tha me vete dhe, me hapat e ngadalta u kthye në shtëpi. Kur arriti, ul në koltuk, duke u përpjekur të fsheh frikën që e kishte pushtuar. Mendimet i ngatëroheshin në kokë, po sikur të them që nuk isha unë, dikush tjetër nga fëmijët e lagjes e bëri këtë. Filloi të kërkonte justifikime, por paniku nuk e linte të qetë. Në një cep të dhomës, vuri re librin e haditheve, duke ndjerë një dridhje të çuditshme, u ngrit dhe e mori. E hapi dhe gishtat i ndaluan mbi një faqe ku lexohej: "Thuaje të vërtetën edhe nëse është e hidhur." Fjalët e pejgamberit alayhis salam ju ngolitën në zemër si një thik. "Të them të vërtetën", përshpëriti me vete, po sikur prindërit të më qortojnë, të më dënojnë. Dëshira për të fshehur dhe ndjenja e përgjegjësisë po luftonin brenda tij, por ndërsa mendonte, pendimi filloi të mbizotrojë mbi frikën. Gënjesha nuk i shkoi një besimtari, i kujtoi vetes. E ndjeu se vetëm e vërteta do ta shpëtonte nga ankthi që po e shtrëngonte. Prindërit ndoshta do të zemërohen për pak, por do të më falin në fund. Ata e vlerësojnë ndershmërinë, tha në vete. Ndërsa mbylli librin, ndjeu një lehtësim të brendshëm. Zemra ju mbush me guxim dhe frika ju duk më e vogël se më parë. U ngrit nga koltuku dhe u drejtua nga dera e dhomës. Do të përballej me të vërtetën, mendoi me vendosmëri. Kur tregoi të gjithë historinë prindërve, ata u zemëruan, por jo shumë. "Gabimet ndodhin", i tha babai, "por sinqeriteti yt është më i rëndësishëm. Jam krenar me ty që ti je i sinqert." Në atë çast, Jasiri kuptoi se ndershmëria është si një dritë që ndriçon zemrën e tij, dhe kur duket e vështirë për t'u ndjekur.